Nëse nuk fiton gjesti, Big Brother do të më mshel komplet. Thu qaq ka do puna. Kjo dihet, keqen është shumë okej, unë me se vetëm kon vetë në format tillë dhe di që është jeta brenda krejt. Krisa, kush do të doje dhe kush mendon se do e fitoj realisht këtë edicion të Big Brother VIP Albania? Kush do të doje dhe kush e mendon, tani? E kemi thënë gjithë, është gjestja ai që duhet ta fitoj këtë Big Brother, për faktin se ka dhuruar shumë për atloj, ka dhuruar pusqeshje, ka dhuruar lot, ka dhuruar inate, her pas here natë shtëpi. Por edhe për te të gjithave, sepse është treguar realisht një lojtar që përballon shumë, ka dhuruar shumë, ka treguar durim. Unë ja kam thënë në shtëpi atë fakt që je personi vetëm që njoh që dhuron kaq shumë. Do ka dhuruar se do e fitoj Gjesti. Ka do puna. Atë. Dua dhe mendoj që do ta fitoj Gjesti, sepse se tash ky në fenomen tashmë edhe se mos ta marrja ai kur në funditës ka bërë çdo gjë për atë lojë. Plus me sa di unë ai ka në izolim që më tetor apo jo? Që është një njerëz që ka përballuar rreth 6 muaj mos gabosha në izolim. E ka halal të mu. Është jeta brenda krejt, nuk fiton gjesti, Big Brother më mshel komplet. Thu qaq ka do puna. Keqen është shumë okej, unë me se vetëm kon vetë në format tillë dhe di që është jeta brenda krejt. Thu qaq ka do puna. Big Brother do të më mshel komplet. Thu qaq Keqen ka është do shumë puna. okej, unë me se vetëm kon vetë në format tillë dhe di që është jeta brenda krejt. Unë me se vetëm kon vetë në format tillë dhe di që është jeta brenda krejt. Thu qaq